Aleanca Kombëtare për Integrim në Gostivar ka reaguar pas konferencës së sotme për shtyp të kandidatit të Vlenit Nevzat Bejta, i cili shpërndau akuzën ndaj udhëheqjes lokale dhe institucioneve të Gostivarit. Aki thekson se qytetarët e Gostivarit e njohin mirë të kaluarën politike të, siç thuhet, personit NB dhe lidhjet e tij me keqpërdorime dhe abuzime të dyshuara gjatë periudhës së tij në pushtet. Në vend që të përhap shpifje, ai duhet të sqarojë çështje serioze si realizimi i aksioneve në hidrocentrale, burimi i investimeve mbi 30 milion euro në Mavrov, shitja e tokave shtetërore dhe ndjekja nga autoritetet për keqpërdorime të mundshme. Po ashtu, mund të sqarojë se si janë krijuar pasuritë dhe jeta luksoze e tij, kur dihet se prej vitesh është pa punë dhe tashmë pensionist. Ai ka realizuar këto me pagën e kryetarit të komunës gjatë kohës sa ka ushtruar këtë funksion. Thuhet në reagimin e AKI Gostivar. Nga aty thonë se sa i përket fabrikimeve dhe akuzave të Bejtës, qytetarët e Gostivarit e dinë shumë mirë se kush ka plaçkitur gjatë 8 viteve të udhëhequra nga ky dhe klani i tij kriminal dhe kush ka punuar ndershëm për qytetin. Komuna e Gostivarit ka qenë gjithmonë në mbikëqyrjen e inspektoriateve dhe revizioneve përkatëse dhe nuk janë konstatuar keqpërdorime të fondeve publike. Për shpifjet e fundit, Aleanca Kombëtare për Integrim do të veprojë përmes rrugëve institucionale dhe ligjore. Theksojnë nga Aleanca Kombëtare për Integrim në Gostivar. Në fund, AKI thekson se ky është reagimi i tyre i parë dhe i fundit ndaj një kandidati i cili përpiqet të manipulojë opinionin publik dhe të rikthehet përmes hakmarrjes pas humbjeve të mëparshme në Gostivar.